Dashur besimtar, respektimi I prindërve bëhet në 3 mënyra. Mënyra e parë, duke respektuar me fjalë të mira, duke u drejtuar atyre me fjalë të buta, dhe jo me një ton të lartë apo me ashpërsi. Mënyra e dytë, bëhet duke I ndihmuar atyre nëse kanë nevojë për ndihmë fizike, nëse ata nuk munden me ngrit, nuk munden me ecë, nuk munden me shku dikun pa ndihmën tënde, duhesh mi afru atyre ndihmën e duhur, ndihmën pra fizike. E treta, ndihma financiare. Ata duhet që fëmiu të interesohet për ata me ndihmë financiare për gjërat që kanë nevojë. Nuk lejohet prindit me I dhënë zekat. Çdo kujt lejohet me I dhënë zekat fëmiu, për pos prindit nuk bën fëmiu me I dhënë zekat. A dini pse? Sepse është turp për një fëmijë I cili ka mundësi edhe me I lënë prindërit e tij të nevojshëm që ata të meritojnë edhe zekat. Kështu që zekati nuk I lejohet prindërve, por zekati është për dikë tjetër, sepse fëmiu e ka për obligim të interesohet për prindërit e tij, e jo ata të jenë në gjendje të kërkojnë zekat. Pra, fëmiu financon për prindërin e tij, jep për prindërin e tij, dhe çdo mund dhe çdo financim për trajtimin ndoshta që kanë nevojë ata, qoftë edhe për trajtimin mjekësor, për fëmijën shënohet sadaka dhe shpërblim tek Allahu subhanahu wa ta'ala.